komenteve të saj mbi afrimitetin e Claudit me londrimin, ishte dashura e tij ka shtuar edhe detaje të tjera lidhur me shijet dhe preferencat që Claudi ka për vajzat, dhe ajo ka treguar se nga ajo që njeh, dyshon fort se brenda shtëpisë së Big Brother VIP Kosova ai mund të ketë krijuar ndonjë pëlqim romantik. Duke folur për Prive, Baj Libertas Pahiu ajo tha: "Unë nuk besoj se atij djali i pëlqen ndonjë vajzë aty, sepse tipi i tij është një vajzë natyrale, pa kirurgji, me pa grim. Me të vërtetë i pëlqejnë vajzat e pastra dhe natyrale, edhe kur ishte në reality show-n Too Hot to Handle, më thoshte: "Më pëlqen ti me të vërtetë sepse je e vetmja vajzë natyrale, por sidomos kur ishim bashkë donte që unë të dukesha elegante." Unë, derisa po i shikoja vajzat në shtëpinë e Big Brother VIP Kosova dhe i pash si janë, atij me të vërtetë i pëlqejnë vajzat e pastra dhe natyrale, nuk e di nëse prej aty do të ishte tipi i tij. Nuk besoj që po i pëlqen ndonjëra, unë mendoj që nëse ndodh diçka aty mes tij dhe një vajze, do të vinte nga vajza, jo nga ai. Ato do të përpiqeshin të jenë me të, sipas saj Claudi ka një shije shumë të qartë dhe të pandryshuar në raport me vajzat, gjë që e bën të vështirë që ai të ketë krijuar simpati për ndonjërin nga konkurrentët e tjerë të Big Brother VIP Kosova. Në fund, ajo la të nënkuptohet se çdo afrimitet nëse lind, do të jetë më shumë iniciative vajzave se sa e vet atij.